Pas rreshjeve të fundit të shiut dhe dëborës, prurjet në basenin ujor të liçenit të Ulëzës janë rritur ndjeshëm duke bërë që niveli i ujit të arrijë pikën maksimale tek diga hidrocentralit. Kjo ka bërë që niveli i ujit në fshatin Urak të Matit të rritet të ndjeshëm, saqë të përmbyt edhe një kabinë elektrike e cila ishte vendosur aty prej dekadash. Siç duket nga pamjet, gjysma e kabinës është nën ujë për shkak të rritjes së nivelit. Jashtëkamra zbanor thanë se në ditët e shiut niveli ka qenë më lart, ndërsa prania e ujit rrezikon jetën e tyre në një kohë kur ka kontakt me rrymë elektrike. Situatë shqetësuese mbetet edhe përmbytja e tokave bujqësore në fshatin Urak dhe Rukaj, si pasojë e fryrjes së liçenit i cili ka arritur nivelin e ujit në zallin e Kurvajës dhe të Tharbnit. Vërshimet e ujit nga zalli i Tharbnit kanë bërë që të dëmtojnë rezervatet e peshkimit, por edhe të vënë në rrezik disa banesa. Rritja në këtë lartësi e nivelit të liçenit të Ulëzës ndodh pas rritjes së nivelit të portave shkarkuese të bërë nga kompania turke Kurum pak vite më parë. Banorët akuzojnë kompaninë për dëme të mëdha që u shkaktohen, ndërsa i kanë kërkuar vazhdimisht që të mos lejojë që niveli i ujit të arrijë pikën maksimale, por kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër.